Fletë bashkëshortja e të riut që u vra nga biznesmeni në Itali nuk e meritonte një fund të tillë, e varosën si kafsh. Një ngjarje e rëndë u regjistrua disa ditë më parë në Itali ku një 25 vjeçar shqiptar, Rivaldo Rusi, u qullua për vdekje nga biznesmeni italian Aurelio Valiante. Siç e raportuan më herët mediat vendase, ngjarja u regjistrua në Centola mbrëmjen e së dielës, ku i riu shqiptar së bashku me një tjetër shtetas u futën në banesën e 60 vjeçarit për ta grabitur atë. Por ky i fundit, sapo vuri re prezencën e dy të rinjve në banesën e tij, hapi zjarr ndaj tyre. Si pasojë e plumbave, fatkeqësisht humbi jetën në Rivaldo Rusi, ndërkohë që i riu tjetër ndodhet në spital në Napoli në gjendje të rëndë për jetën. Pas kësaj ngjarje, policia shoqëroi Valienten, i cili pohoi para karabinierëve se disa persona tentuan që të vjedhin vilën e tij. Në momentin që ai pa, tregoi se mori çiften dhe e qelloi në drejtim të tyre.